Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve ka zhvilluar këtë të njëjtën seancën për shqyrtimin e kërkesës ankimore të Partisë Demokratike lidhur me rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit në qarkun e Kukësit. PD kishte kërkuar pavlefshmërinë e rezultatit dhe organizimin e një rivotimi, duke argumentuar se procesi kishte parregullsi të cilat ndikuan në përfundimin e zgjedhjeve. Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës së PD-s duke argumentuar vendimin me mungesën e provave të nevojshme për të ndryshuar rezultatin. Përpasoj votat nuk do të numërohen dhe rezultati mbetet i pandryshuar. Përfaqësuesit e KAS theksuan se detyra e institucionit është analizimi fakteve dhe vërtetimi pretendimeve të paraqitura. Sipas tyre nuk u gjetën prova të mjaftueshme që të justifikonin pavlefshmërinë e rezultatit apo rivotimit në këtë qark. Detyra jonë si trup nuk ka qenë të përcaktonim a janë të vërteta apo jo të gjitha faktet e parashtruara në seancat për shqyrtimin e kërkesës së qarkut Kukësit. Detyra jonë ka qenë që midismorisë fakteve të identifikonim ato fakte të cilat kanë lidhje me kërkesën për pavlefshmëri zgjedhjesh. Për këto të fundit, ne duhet të verifikonim nëse provohej vërtetësia e tyre. Pas kësaj duhet të verifikonim se sa dhe si këto të fundit kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Ky komponent ka shumë rëndësi, sepse siç e përcakton kolegji zgjedhor në një nga vendimet e veta të dikurshme, nëse nuk provohet dot ndikimi mbi zgjedhjet, gjithçka mbetet në kuadrin e një hipoteze. Vendimi ynë nuk mund të bazohet mbi hipoteza, duhet të bazohet mbi prova. Me këto linja arsyetimi ne kemi marrë vendimin ton. Ai do të zbardhet shumë shpejt dhe ju do të gjeni aty përgjigjen e të gjitha pyetjeve që kanë lidhje me çështjen, me arsyetim të strukturuar. Vendimin ne kemi marrë me shumicë votash dhe kemi marrë këtë vendim. Kemi vendosur rrëzimin e kërkesës ankimore numër 37 subjekti zgjedhor Koalicioni Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore për shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve të zhvilluar në datën 11/5/2025 në zonën zgjedhore e qarku Kukës, si të pambështetur në ligj dhe në prova. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionerit Shtetëror të zgjedhjeve numër 1309 datë 19/5/2025 për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultatit votimit në zonën zgjedhore e qarku Kukës për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputet në zgjedhjet për kuvendin të datës 11 maj 2025. Në zgjedhjet e 11 majit, PD siguroi 2 mandate ndërsa Partia Socialiste mori 1 mandat në qarkun e Kukësit.